përoj t'jeni mirë, t'jeni zgjuar mirë dhe të shijoni këtë ditë të bukur me diell. Do të kemi shije të mrekullueshme, janë receta shumë të mira ato që ka zgjedhur zonja Vjolca për ditën e sotme. Një temë shumë të bukur ku do të flasim për mama djemsh, surpriza të bukura për t'ju treguar dhe dhurata për të dhënë me kuicet që kemi. Kemi 2 kuice në ditët e marta, ju e dini, kemi edhe Ovitale dhe Komodita Home, kështu që do t'jeni gjatë gjithë kohës këtu me ne të vëmendshëm edhe të luajmë së bashku. Si gjithmonë shohim përmbajtjen. Specifikisht, çfarë ka sot? Cilat janë recetat e zonjës Vjolca? Receta e parë simite me djath. Ndërsa receta e 2 do t'jetë qofte me lëng trahanaje. Të rrethuara nga djemt, nënat tregojnë eksperiencat e tyre të përditshme, si është të jesh me 4 fëmijë djem. Sepse të dyja zonjat që do t'jenë sot në studio kanë 4 fëmijë djem. Si është të jesh pra mama e 4 djemve është pyetja dhe të mos harrojmë edhe kuicin e Komodita Home në fund të programit, ta rendisim si një pjesë e rëndësishme kryesore shpërblyese e programit ton. Kaq po ju them për momentin, vazhdoni që ndroni me ne, shijojeni programin. Ky program realizohet me shumë dashuri për të gjithë ju, që të kaloni një paraditë sa më të këndshme në shoqërinë e Shije Shtëpie TV Klan. Tani shkojmë menjëherë tek zonja Vjolca, si për herë nisim me recetat. Edhe unë bashkë me gjithë, Katerina ka lindur duke qeshur. Do pyes Manjolë. Pyete, më beso që ka qenë experience shumë e vështirë. Jo për mua, se unë se mbaj mend, po në kuadër të shakas, po jo, vërtet. Kam ardhur me shumë vështirësi në jetë. Ashtu, a? Po, mami më është munduar jashtëzakonisht shumë për të më bërë mua. Ka vuajtur një ditë të natë të Po ja ka vlejt veç. Ja vlejti. Po ja ka vlejt. Kjo është e vërtet, ja vlejti. Ja ka vlejt. Ja ku jemi me zonjën Vjolca, të sillim recetat e ditës së sotme. Me çfarë do tani? Sot do sillim simite me djath, me 2 lloj djathrash, me djath lufra, lope, të kombinuar me djath mozzarella për pica. Përbërësit për të realizuar këtë recet janë 550 deri në 600 gram miell, 1 lugë çaj maja të thatë, 1 lugë çaj sheqer, 1 lugë çaj krip, 1 kokër vezë, 230 ml, një gotë nga ato cilindrike, që është 220, 230 ml qumësht, pastaj kemi 200 deri në 250 gram djath, që do ta thërmojmë. Unë kisha një çik, që më kishte pruar nga pakoja tjetër, do hap dhe kutinë e re. Këto do t'i bashkoj të dyja në një tas të madh dhe do t'i ngjesh me dorë. Pastaj na duhen 30 ml vaj dhe 30 ml gjallë të shkrirë ose 30 gram gjallë të shkrirë. Këto janë përbërësit. Do realizojmë brumin, të cilin unë e kam bërë pak më parë, një brum, dhe kam mbuluar si një brum byreku pak më i butë. Dhe mund ta bëjmë këtë në porcione të vogla, mund ta bëjmë edhe në një porcion të madh. Zgjedhja është e juaja. Këtë brum mund ta ndani në 2 pjesë, mund të bëni 2 të mëdha, mund ta ndani në 4, në 6 ose bëhet shumë e vogël, ose në një të madhe fare. Ne do ta shohim. Tani këtu unë po bëj brumin. Unë e mas brumin këtu, e kam këto 1, 2, 3, 4, 5 e gjysmë. Këtu 5. Pasaj plus minus 1 lugë e rregullojmë atë. Hapim këtu një gropës. Dhe te kjo gropa do të hedh 1 lugë çaj krip, 1 lugë çaj sheqer, 1 lugë çaj maja. Hedhim dhe pikën e sheqerit, i largojmë këtë. Do të hedhim qumshtin. Me qumshtin tradita? Po.
Dhe këto Sa po e simite hapa të në shkojnë mëngjes. shumë, në fakt edhe po të shoqërosh me Ja. traditën. Kaq është 230 ml. Ma më mbërthej, Katerina, ma mbërthej, ma mbyll. E mbyllim tani. Do marrë këtu vaj. Kam një mace kështu të vogël. Po marr vetëm pak sekonda. T'ju kujtoj traditën. Ndërkohë, sa të ngrohtë unë çik gjalpin këtu. Ky është qumësht lope i pasterizuar Tradita, siç ju kam thënë dhe herë tjetër, me shumë kujdes, zgjedhur nga ferma të vogla, të cilat nuk kanë më shumë se 20 krerë, enkas për të marrë më të mirën dhe për të bashkëpunuar natyrisht edhe me fermerët për të përçuar historinë e bukur e shoqërisë shqiptare që është kujdesur të marrë më të mirën nga natyra. Pikërisht këtë paketim do ta shijojmë në këtë rast për realizimin e simiteve, po mendoni pak ato simite të ngrohta, nëse i lyen me pak gjalp dhe të shoqërosh me një gotë qumësht. Tradita. As ka shije të mrekullueshme si kjo, përfundimisht është më e mira. Për mëngjes njerë të shijon pafund. Hodha dhe një kokorvez. Shplet që durët. Tanim kam mbetur vetëm 2 lugë gjallë. 30 ml të shkrirë, do me thënë. Në rregull, të shohim recetën ndërkohë? Apo është okay? Po, okay. Është gati. Perfekt. Ja, hedhe dhe. X30. Hedhe. Shumë mirë. Tani e vendos këtu. Dhe kjo zonja që kemi në shtëpi, kem vud, e rregullon këtë punë. Bëj një brumë, thash, si të byrekut, pak më të butë. Ndërkohë unë brumin e kam vendosur një qik. Nuk, nga sasia që hodhëm ne, ju e patë që nuk ka në i fryrje palesat madhe. Ja. Pra shibut, ha? Po. Mbështjell izoluar mirë me fino, ka ardhur brumi në formë, gati për simite të mira. Atëherë shohim recetën teksa zonja Vjollca po përdor produktin Kenwood për përgatitjen e brumit. Brumi do të bëhet me 550 deri në 600 gram miell, 230 ml qumësht, 30 gram gjalp, 30 gram vaj. Më pas kemi një vezë, një lugë çaj krip, një lugë çaj sheqer, 5 gram majat të thatë. Dhe mbushja do të bëhet me 200 gram djathë të bardhë, rreth 30 gram gjalp edhe një vezë do na duhet gjithashtu. Të gjitha këto pra për ta përfunduar recetën simite me djathë. Kjo pra ishte përmbajtja. Vazhdojmë me përgatitjen. Brumi është gati. Ma largon që ma? Çfarë të duash ti? Veç ma largon që Po. Jepi një gotë të vogël. Edhe heqim për matricën Kenwood. E mjellin Ola për çdo përdorim. Po. Ja, pra brumi është shumë i butë. I ndihmojmë duart me pak yndyrë, gjallë ose vaj. Nxjerrim një tas tani këtu. Falë vetëm një sekondë. Se nuk dua ta marr të gjithë mielin. Edhe, Dhe telefonin fino. po. Patjetër, ti the, po thuaj se na duhet për ditë fino. Po. Për ditë na duhet, ja. Fiks. E kam ngrisur keq. Nuk ka gjë jo se arrin kjo. I vëm dhe picetën. E bëj këtë të njerë. Edhe në shtëpinë time. Mbuloje tani. Këtu, ke ky mielli, hapin edhe. Hedhim brumin tjetër.
fillimisht do të razoj qik djathrat. Se dua që të kem qik kohë, që të bëj qik brumin e qofteve. Ne do marrim atë kutin me lufra. Kjo ka një letër këtu. Po, Largojmë letrën. për ta ruajtur mirë atë sipërfaqen. Tani unë kisha një qik. Si ka i prer fare ty. Që ka kështu blok, se në njëherë qëllojnë që janë dy. Po, i presin ndonjëherë Po, që të bëhet presin peshka vetë me fiks. thik. Katrina, më jep një picet aty që mos ta hedh këtë me ujë. Shumë mirë. Këtu ke ky gjalpi, do më hedhësh një të verdh veze. Ah, në rregull. O Vital. Falë se ne do të marrë jetë. Po. I trazojmë këto të dy djatrat, mirë. Ka një shije të mrekullueshme. Thonë, ju ka shumë djath. Është grirë në rende dhe kuptohet që ka marrë hapësirë dhe volum. Se ishte një copë, ja kaq. E lëm këtu. Rregullojmë të tryezën, ta thajmë qik që mos na ngjitet brumi. Me radhë kjo punë. Se thonë Pse si e? zonjat e moshuara, Sa që thon për kur larjen e i duar? lajnë të dy veta duart, dy. Ne të dyja për Po, shembull. njëkohësisht. Njëkohësisht të zihemi, prandaj unë prita radhën. A, unë e di kur pi muj njëkohësisht. Unë e kam Që ka dhe dëgjuar me të ke larë. duart, po. A, për shumë të komplikuar kanë për jetën gratë e motshme. Mos bëj këtë, mos bëj atë, se zihemi. Shtë i bie t'ishim tërkohën duke u zënë ne. Ta vë pak o Vital. Dhe tani, edhe një rolon na duhet këtu edhe. E kemi këtej, mos gaboj. Po. Edhe jemi gati. Tani, unë mendoj që t'i bëj në dy, ja ta shof një qik të brumin si. Nuk du ta punoj shumë brumin, tani, ja vetëm kaq këshu. Shife si rëshet, shi sa i butë është, ha? Unë mendoj që të bëj dy, se s'kemi dhe kohë. Po, në rregull. Nëse ju doni më shumë, atëherë fika. E brumin këtu e kemi, mjetet i kemi. Si është bërë? Ka ardhur shkëlqyeshëm. Do bëjmë dy forma vezake. Jo shumë të trasha, po mirë tash, jo shumë të trasha. T'jenë në pamjen e një pice të gjatë. Po, sigurisht që s'është picë. Ja. Këtu do na duhet fino, Po, do na duhet fino. Nuk duhet punuar brumi, sepse është shumë e vështirë pasaj që ta hapi me ullagi. E ndihmoj dhe me duar. Ashtu. Perfekt. E kthejmë këte nga ana tjetër. E mbushim, pa i lyer fare me ndyra me gjëra, do ta mbushim këtu me në djath. Me kujdes, kështu do të veproni dhe nëse i bëni të vogla. Nuk do hedhni kaq shumë djath,
do hidhni më pak. Dhe çdo bëni tani, do t'i bashkoni skajet janë këto. Do t'i bashkoni fort, që të ngjeshet mirë. Kemi vendosur letrën e pjekjes fino që do të na duhet domosdoshmërisht, po gatuajmë një produkt që do të vendoset pra. Madje ti do më japësh edhe një letër fino që Tjetër? Po. Ja, këtu mua i kam. këtu tani që të më duhet mua. Të pandara në tryezën tonë, madje këto janë gati të prera, sa rehat janë për mua që i bëj lëmsh. Ja, të janë vërta. Në ndihmon edhe në menaxhimin e brumit. E ktheva tani këtë, e bëra kështu si baget. Plot me djathë. Sa e mirë. Prit, s'ka përfundar. Mirë është ta kishim lënë çik këtë, që të qetësohej. Ndërkohë bëjmë tjetrën. E lëm këtu kështu këtë, që të qetësohet. Ndërkohë bëj këtë tjetrën. E kështu e bëjmë zhvendosjen fare lehtë të brumit me letrën e pjekjes fino dhe pjekja do bëhet si duhet, që të dalin ato simitet aq të shijshme, të parezistueshme. Faleminderit shumë Fino për cilësinë e mrekullueshme që ofroni si gjithmonë. Dhe bëjmë gati tjetrën. E hapim dhe këtë me duar. Çik sa më shumë, se aq sa e punova unë, kjo duhet të rrit paktën tani 15 minuta që të vinë në gjendjen e mëparshme. Zonja që e gatuajnë brumin e din këtë punë. Ja. Por që është e thjesht fare. Si ka ardhur brumi sa mirë ka ardhur. Unë i kam bërë këto që në orën 7:30. 7:15 kam qenë punë. E kthem këtej. Përsëri këtu, do thoni ju djathi, ha? Madje kam hedh pak djath. Prit se kemi push prapë. Zonja Vjollca se është kushte mirë. Po, sigurisht, për të mirë po e nisim ne. Se do hedh prapë djathja. Shumë mirë. Ne bëjmë mbyllje, në? Po. Mbaroj punë me atë, pastaj filloj me këtë tjetrën prapë. Në rregull. Receta tjetër do t'jetë me qofte. Qofte, po Me lëng trahanaje. Qofteve nuk do t'jetë me, si që kemi skuqur më parë miell, me që kemi miell sot këtu, do t'jetë me lëng trahanaje. E mirë, shumë duket. Duhet prap letra zonja Vjollca? Jo, e bëm te kjo letra tjetër, ja. Në rregull. Prit. E lë këtë këshun, vazhdoj këtu. Marr tani majën e fikës, edhe e pres këtu në mes. Dhe do ta hap me duar duke futur djathin nga pjesa e anshme. A do ja shtysh atë djathin që ke mbushur, që Po, t'jetë në brendësi? Po. Bëra një gabim që e kam ngjeshur thikën shumë, edhe e kam qartë çik deri në fund. Po më lini tash, nuk më lënë të qetë. Ja. Unë kënaqem. Bukuri. Erdhëm këtu. Hiqa të letrën tani. Qa të bëjmë faqë Hiqa të letrën. Po. Edhe ta spostoshim që këtë me marifet kështu, që të vëm tjetrën. Po. Fura 250 gradë në maksimum. Tani merr ti atë gjalpin Me vezën, a që ta me vezën, rrotulloje, edhe lyçi këto anët. Gati. Më falë. Kështu të e këta, Po, gjithë si për faqe. po. Pastaj nëse ju dëshironi, mund të shtojmë përsëri
kur djathi këtu të shkri, mund t'ja bëni, mos ja bëni. Ose mund t'hidhni në një vezë syze aty, ose vetëm të verdhën, ose mbasi e nxirrni vetëm të verdhën edhe e trazoni këtë. Unë e dua kështu siç është kjo. Ashtu do ta lëm dhe ne, prandaj unë thash këto janë alternativa të ndryshme që mund t'i bëjnë zonjë. Marrë një thikë më të vogël unë që mos ta çoj deri në fund majën e thikës. Kujdes, thika ja vetëm ta rrëshqasim kështu në sipërfaqe. Se unë për shembull gabova ke pjesa parë. Ja, sa të dali djathin qik. Dhe tani e kapim djathin edhe e vendosim poshtë kësaj. Që dhe kur ta marrim këtë pjesën këtu anësore që po lyen, të jetë plot me djath. Po. E shikon? Tani, do dhim qik kohë që t'i linim në këto, kur e punon brumin. Po do na dalin ashtë të mira në këto. Ase diskutoj që do dalin të mira, se a i brumi qëfar s'ka. Veç unë si jam aty mrena në brum. Është fantastik. Me qumshin, me gjalpin, lufra, me vezën e me tëra. Vezën e me, ja. Erdhëm këtu. Tani do hedhim përsëri dhe djathin e mbetur. Qysh është Vjoca, sahat omega është. Tak. Artiste. Ja, Mundim mo tani ta mbajmë që këtu dhe këtu, fikse e rregulloj vetë. Ashtu dhe. Ju e burët rebesoj që pa letrën fino, këtu nuk e sukses, se nuk mund ta mbash këtë gjithë këtë simitet madhe, po, me duar aq më tepër në një temperaturë ku këtu është shumë ngrohtë dhe mielli fillon edhe zbutet. Brumi. Ta lyej tani zonja Vjollca? Po ta lyesh. Ta lyesh 250 gradë 10 minuta dhe juve mund t'i shijoni këta. Mirë ishte? Ishte shkëlqyer. Edhe për ata që mbajnë Ramazana. Pastaj i prisni kështu për së gjati. Kështu. Sa të mpikse, sa të filloj të shkrikjen, qik edhe kapet. Tani mua më duhet urgjent. Mishi, qepa, që mund të hedhi qik të djatin këti mishit. Ja, krip, piper, kumin. Sa të bëj qik brumin e qofteve, edhe kjo më duhet edhe majdanozi. Gati t'i pjekim tani? Si? T'i pjekim? Po. Fute furrën e kam ngrohur, 250 gradë, e ke fix tamam. Mendoj se janë mirë. Juve nëse nuk e keni mishin të grirë, atëre, copat e mishit, tull, pa lëkur, i vendosni në një grirë se qepe, kem vut, si kjo që kemi ne këtu. I bëra gjitha thikat pis. Ta shojmë edhe një herë të fundit recetën e simites me djath dhe më pas hidhem me një herë të përgatitja e brumit me zonjën Vjollca. Atëherë, kemi brumin 550-600 gram miell, 230 ml qumësht, 30 gram gjalp, 30 gram vaj, një vezë, një lugë çaj krip, një lugë çaj sheqer, 5 gram maja e thatë dhe mbushja me 200 gram djath, me 30 gram gjalp dhe një vezë bëm lyerjen dhe mbaruam bëm simites super të shijshme. Tani, brumi i qoftëve që do na duhet për recetën e dytë. Po. E hedh qepën, majdanozin, do të hedh këtu pak fare mish. E supozojmë se ky mish është tullë, që mund të grihet shkëlqyshëm, për të ndihmuar për t'i bashkuar. Do të hedh fillimisht këtu 3 lugë. 1, 2, 3. Do hedh piperin e zi, pak. Tjetrën e hedh atje. Kripën, ja dhe kripën. Pak krip, kumin, të piperin e zi këtu e hedh këtu, të madër, dhe
kapakun. Dhe gati të grirësja të gjitha. Çfarë renditi zonja Vjollca? Het këta këtu. U bën të gjitha së bashku. Shkëlqyshëm. Një kokë vezë. Katerina do ma thysh një vezë. patjetër. Se unë do vendos duart këtu. Dhe ky do t'jetë brumi i qofteve. Ndërkohë, unë do të punoj brumin e qofteve. Nëse do më rezultoj që është me lagështir, do hedh edhe një lugë tjetër me bukë të bukën e thepur të grirë. grirë. Po, dyshoj që është mirë. Po, vinte emri. Në rregull, dhe çfarë do bëjmë pastaj? Do i skuqim? Jo, edhe një lugë do ta hedh. Pastaj, qofte t'i bëni në matësin që dëshironi ju, mund t'i bëni rrumbullake të vogla, mund t'i bëni qofte të zakonshme, dhe do të fillojmë t'i skuqim jo me shumë vaj, me pak vaj për arsye se këto qofte do t'i vendosim dhe 5 minuta në lëngun e trahanas që jep një shi absolutisht më të mirë. Mezi po pres ta shijoj dhe besoj edhe ju do ta provoni këtë recet. Sigurisht kur të kthehemi do ta vazhdojmë çdo gjë. U përgatit vetëm brumi për të përfituar nga koha që gjatë publicitetit ne bëjmë skuqjen apo jo, e nisim skuqjen dhe na gjeni pikërisht në atë fazë. Nuk humbisni asnjë hap të recetës. Jo, absolutisht asnjë hap. Të kujtoj gjithashtu që do të kemi dhe kuicin e Ovital gjatë recetës së dytë, kështu që bëni gati telefonat, hidhini një sy recetave të javës së kaluar që të gjeni sa më shpejt përgjigjen e saktë. Takohemi pas pak. Brumi u bë shkëlqyshëm. Perfekt, ja ku është, tani do i japim formën. Po. Asgjë më shumë. Publicitet. Jemi përsëri bashkë me zonjën Vjollca. Siç ju tham gjatë publicitetit, zonja Vjollca do të përgatiste qoftet në tigan që t'i kemi gati për recetën qofte me trahanase, lëng trahanaje. Sot mira janë qoftet. Po për ty i bëra pra? E di, ti e dashuria ime. Kënaqem, domethënë ti ke kapur domethënë zemrën time nga ajo anë që është më e ndjeshmja, ushqimi. Mishi. Po që për gjëra të mira të Veç ke shishme. çokoladat nuk më ndihmoj dot. Ram. Ja, Tani këtu kam shkyrçik gjallë dhe hedh pak piper të kuq. Zgjedhja që juaj, unë për shembull këtë piperin ja hedh pak pikant. Po. Po në rastin konkret e kam thjesht piper të kuq. Nuk e lë më në zjarr, se kam hallë se më nxihet. Dhe ja, e trazojmë kështu gjallë plufra, për ta përvluar, si me thënë, supën në fund. Këtu tani do t'jem shumë e kujdesshme. Të rion të qoftet? Po, mirë si duash ti. Jo me rria të ty ku je se ka lezeta i veni aty. Nuk dua të të vënë punë. Faleminderit. Ja, ku po bëhen gati, të shohim recetën me shkrim dhe më pas vazhdojmë me punën me zonjën Vjollca. Qofte me lëng trahanaje, tham. Përbërësit që do na duhen janë 400 gram mish i grirë, një qep, 75 gram buka e thekur e grirë, një vezë, krip piper të zi, një tuf majdanoz, një lugë çaj kumin, vaj për skuqje edhe pak miell. Kjo është e gjitha, pastaj për lëngun e trahanas kemi 2 lugë gjysmë gjelle trahana, 3 lugë gjelle vaj, 1 lugë gjelle gjalp, ndjes, 2 deri në 2 gota gjysmë ujë, prap 2 lugë gjelle gjalp, 1 lugë kafe piper të kuq, që është ajo, po themi gjalpi me piperin që ju treguam tani, dhe 1 deri në 2 thelpinj hudhra sipas dëshirës. 2 gota ujë janë 400 ml. Po. Shumë bukur. Tani do më nxirësh edhe pak gjalp. Një pakot pa filluar, edhe këtu do të hedhim pak vaj, edhe një lugë gjallë. Këta, Po. Lufra, lufrës. gjithmonë lufra.
Mund them as 1 minutë, do ta kaurdisim pak tranan. Në yndyrë, për t'i dhënë shije, siç skuqni mielin, për shembull unë kam pas bërë dhe me miell, skuq mielin me hudhra, me uthull, në këtë rast nuk do të hedhim uthull, do mjaftoj vetëm ajo thartira që ka vetë fermentimi i tranas, kjo lloj tranaje është me kos. Nëse do të ishte një trana me qumësht, e gatuar me qumësht, atëherë ndryshonte dhe mund ta rregulloni me një limon ose me një qoftet, thash, do të kalojnë dhe 5 minuta duke zirë së bashku me tranan. I merresh ti me qoftet në sjell në këtë, vetëm për ti nxjerr, i hedhim këtu. Nuk i bëra shumë të mëdha. Këtu tani, unë do bëj pak, nuk do bëj shumë. Do hedh 2 luge gjys trana. Do ta kaurdis pak dhe do të keni shumë kujdes kur të hidhni ujin, jo në temperaturë të lartë, ato kokrizat e tranas, nëse është uji shumë i nxehtë, temperatura shumë e lartë, pothuajse nëse nuk arrin të shkrihen, piqen ashtu, zihen ashtu në kokra. Kurse kur është temperatura e ulët, ato shpërbëhen, se janë edhe në gjalp dhe bëhet një masë kremoze e këndshme. Një, 2 e gjys, se luga këtu është e prerë. Pjesa e hudhrës pastaj, mua më pëlqen dhe pa hudhër, më pëlqen dhe me hudhër. Është alternativë, si të dëshironi ju. Edhe mund ta hidhni dhe mund të mos ta hidhni. A ti heq do një vjellë të kështu? Po hidhim, ja, nuk duhet nxirr shumë, hiqi se do zihen ato. Ja. Kaq 30 sekonda. Nuk duam t'i japim ngjyrë. Këtu thash kemi 2 gota ujë. Unë hedh fillimisht 2 gota për të parë konsistencën. Nëse është shumë i trash, me një pikë ujë përsëri e rregullojmë konsistencën. Tani dora duhet të jetë në vazhdim duke u trazuar me qëllim që mos na bëhet kokriza. Kam një kështu silikon aty, si rrasja e vezëve të Katerinës. Bravo. Në vjellë po i hequ këto në fura, se janë gati kam. Po, hiqi, janë bërë ato. Zonja Vjellta, kjo është tortur. I lam shumë, Katerina. Si lam shumë? Po, janë bërë pak si shumë. Jo, janë më të verdha duhet ishin. Pse me zonja Vjellta shumë mirë, shi? Shi, është nga veza ajo. Po, nga veza është po. Tani kush të dëshiroj, po më vjen keq që t'ja prish këtë. Mund të hedhi këtu një të verdh veze, ta trazoj edhe. Ç'të të them, di si është? Brumi është i përsos. Ç'a kemi, Katerina? Zë ta provosh fare? Dhe qaj. Po, bëj çik vrap më shumë, 5 minuta më shumë, edhe një kafshat. Për ditë nga një kafshat edhe... Me hidh pak fare ujë këtu, shumë pak. Po, sa që pika. Nise. Si jemi me kohën, kemi dhe 5 minuta. Duhet bëj dhe telefonata, zonja Vjellca? Vazhdo ti, gjithë koha tani është e jotja. Ashtë të këtu uj? Po, shumë bile ka. Në regull. Tani thjesht do trazosh, a? Tani unë do hedh vetëm pak hudhër, do hedh dhe një qik ujë, se është shumë e plot. Ja, shumë pak hudhër. Pak fare. Është shumë e trash konsistenca, e rregulloj me një qik ujë dhe do hedh qoftet këtu brenda. Në fund fare, do hedh pak gjallë dhe mbaroj filmi. I hedhur qoftet, vazhdo të jetën. Vetëm ta provoj qik për krip. Shi si u bë krem fare. Janë shpërbër të gjitha kokrizat.
Kujdes në shëndet. Të lumshin duart sa të mira kanë dalë duken. Po, tani kedim të gjitha qoftet aty. Ç'të hash? Ja, dreka sot. E mirë, e shkëlqyer. Jo kaq shumë. Dhe heqim edhe gjalpin. Po dhe gjalpin edhe mbarovon. Në rregull, shpallim kuicin ndërkohë bashk. Shpallim kuicin për O Vital, luajmë përsëri edhe këtë javë siç bëjmë çdo herë, ku dhurojmë gjithë këto kutit këtu me vezë plot, vezë të freskëta që vinë enkas për fituesin e kuicit çdo ditë këtu në Shije Shtëpie, çdo të martë saktësisht për ju të kuicit, që t'i keni gjatë javës këtu në studio tona të vini të tërhiqni, ndryshe po kaloj java, problem. Do të pres telefonatën nëse është gati për të marrë vezët O Vital nëse gjen përgjigjen e saktë. Është një recetë që ka përgatitur zonja Vjolca javën e kaluar. Alo, përshëndetje. Alo? Në rregull, e pres, në rregull. Pra kemi dhe vezë të kuqe dhe vezë të bardha, 15-she, 10-she, 8 kokrat e shportës nga 2 kuti pra për secilin paketim, janë shumë vezë me të cilat ju mund të gatuani plot receta dhe të nisni ditën mbar me energji të mirë dhe me proteina dhe yndyrna të shëndetshme që i ka kjo mrekulli e natyrës, ashtu siç themi gjithmonë, pra merrni ato çfarë ofron natyra se është zgjedhja më e mirë për shëndetin. A është gati telefonata që më pas unë të shkoj edhe tek të ftuarat, të cilat janë shumë simpatike, janë shumë të mira dhe me siguri do kenë histori shumë të bukura për të treguar për temën e sotme. 2 mama që kanë nga 4 djem. Mbushur shtëpia plot me çuna. Si është në fakt? Unë shoh ato memet zakonisht, janë ca video zonja Vjolca nëpër internet që tregojnë si është të jesh mami i djemsh dhe mami vajzash. Në fillim janë mamat e vajzave që janë duke kreur kukullat, mami kap flokët vajzës, një paqe, qetësi e vërtet, dhe pastaj del një mama djemsh e cila është duke ndar 2 çuna që po zihen me njëri tjetrin, makinat që fluturojnë, topi që i bie mamit të kokë. Fiksu në një të ardhme të shpejtëse. Dhe tani fa ka fillu këto gjërat shpitime, po më keq do bëhet ndoshta. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, alo, alo. Alo? Më dëgjon? Po. Mirë se erdhe, emrin të lutem. Mirëmëngjesi. Po, mirë. Jam Zana nga Kruja. Zana, mirë se erdhe. Atëherë, receta me të cilën e do të luajmë është një recetë përgatitur javën e kaluar që ngjante si një pica, po në vend të brumit u përdor një perime shumë e shijshme që ne skuqim me pjeki, me ziejm. Ça nuk bëjmë atë bim, është bim barishtore në vetvete, mbin ajo edhe marrim pastaj atë produkt edhe e përdorim në gatim. Si për kishte spinaq, domate, djath dhe vezën O Vital të rahur me qumësht. Me çfarë baze e përgatitëm? Me Zana? Pra baza ishte me, ke nevojë për ndihmë? Po. Okej, dakor. Ky produkti ka karbohidrate, del nga toka. Bëhet më shumë në kukës. Madje ky produkt nga kuksi është më i miri në treg. Alo? Qa ndodhi? Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, me kë flas? Dallëndyshe. Oh, u ndryshuan telefonatat. Dallëndyshe do ketë ikur Zana. Po. A e gjen përgjigjen e saktë shpejt e Po, shpejt? patate, me patate. Sakt, të presim Baza këtu të është marrësh. patatja. Faleminderit, të marrësh gjatë kësaj jave të lutem dhuratat, vezët. Faleminderit. Të përshëndesim. Dhe të recetat lumshin që ishin duart. shumë impenjative të dyja, më në fund mbaruan në kohë Me rekord. sukses dhe Dhe në pse kohë kishin punë, shkalla e vështërsisë mbetet gjithmonë 0. 0. Të lumshin duart. Ju bëft mirë. Sot më ke Dhe mërzit. këtu, pse? Pse të ka mërzitur? Se më pëlqejnë ato bukët. Po ja, këto. Edhe bukët pëlqejnë. Trana është shumë mirë për florën e zorëve. Si kur do e shes. Shumë e mirë për florën e zorë. Po, O, i që më gjeti mua.
Oj, sa të mira janë, provojni në rrjetet sociale, do t'i gjeni fotot edhe shijojni ju për qefin tuaj. Faleminderit zonja Vjosa, takojmë nesër. Faleminderit dhe ty për ndihmën, bashkë me Rupafsh. Ika. Ika. Ne do ta themi që në fillim këtë muhabet, me qenë se dhe ti e tregove në rrjetet sociale. Unë do thosha janë 3 mama dhe 10 çuna. Sa i bie aq? Jo, nuk e di. Neve kemi Zyrtarisht? Tash ne ta shohim për ty. 3 dhe 10 po. 3 mama 10 Mbetet fëmijë. për të parë. Me qenë se ne do të flasim për mëmsin sot. Do ndajmë një lajm shumë të bukur. Agida, po unë do doja shumë të të shihnim për bukur. Për një sekret që kemi mbajtur këtë muaj. Jaku Nuk kemi qenë. Urime. Në mëngjes nuk ka shumë dëshirë të dalim, po. Baby vogël, që do të mësojmë pak më vonë çfarë jetë çun apo gocë. Bën disa javë që të ulem tani. Urime shumë të Shumë faleminderit që Një pjesëtar i ri në familjen tonë do vi. të madhe, po. Ha, si ndihesh? Mirë, shumë mirë, sigurisht është një ndjesi shumë e bukur dhe do doja shumë që cili do nga çiftet që mund të jetë sot duke u përpjekur për të zgjeruar familjen e tyre me besim dhe me shumë dashuri të arrijnë domethënë edhe në këtë pikë. Unë kam mix emocionesh sigurisht, akoma nuk më besoj dhe nuk e di se çfarë më pret jeta, por mendoj që do të jem një mami e përkushtuar. Ti do jesh një super mami, absolutisht, me gjithë përkushtimin që ke në gjithçka që ti merr përsipër e jo më për bebin Por tënd. që do ta them që emisioni më ka ndihmuar shumë për të përgatitur për këtë Për fazë, të për të marrë informuar gjërat pak, avash avash, edhe po të kem mama. Mama rreth e rrotull plot, Edhe doktor kam grumbulluar po bën një fond të vetin të njohur. është e përgatitur, është më mirë kështu në fakt. Po, Unë për shembull patjetër. s'kam pas fare shoqe shtazën. Kam qenë 25 vjeç kur kam qenë shtazën. Edhe jam me qenë, domethënë. Edhe ishte, o zot, një gjë totalisht nuk isha me këta ndaja, ku të mësoja, ku të merja një eksperiencë, dëgjoja si ke bërë ti, si ta bëj unë. Kurse Agida tani në këtë moment na ket gjithëve këtu. Po. Që edhe të ftuarit. Të fatë dorita se ban kemi qenë për një kontroll paraprak se doja që duke qenë se informacionet tash sot janë, mos marrim me të shumë Ka gjë, jo, kohë. jo. Gjithandej, edhe çfarë thonë mjekët këtu kam dëgjuar, kështu që përpara se të vinte ky proces, kam dashur që të jem përgjithsisht mirë nga ana shëndetësore, që çdo gjë pastaj të ketë sa më pak gjëra minimale për të shkuar tek mjekët. Ja kështu Agida do na bëhet mami për pak muaj, edhe ky ka qenë një sekret që ne kemi mbajtur gjatë kësaj kohe, meqense se ka edhe mundësinë që të mos duket shumë po themi aty me të këmishat të gjëra, bluzat të Do ta gjëra. kolegja jon dje Gerta Heta sa kemi në një korridor shikojmë dhe tha sa Hermetike. Po, sa mirë ke mbuluar. Tash me të drejtë nuk jam munduar shumë se Ta ka aty ka lejuar qenë forma fizikun, ta ka lejuar fizikun. Shumë Unë bukur. besoj që e ka djalë. Do Ja, bëjmë ne një do ta bazë në shohim. këtë dhe unë Vendosni, besoj që po, e ka patjetër, djalë. Nuk e mund di vendosni. pse. Nga forma e barkut, ai barku vogël. Gjyshet. Që lexojmë për Bazë, po. grupit. Ja, Atë ta thonë, zbulojmë më gjyshet. vonë se s'bën. T'ja tregojmë të gjithë teleshikuesve, postimi në fakt u bë edhe dje që e ndave këtë si moment të rëndësishëm të edhe- jetës në Instagramin tënd, si ishin emocionet e kësaj pjese? Tani, sigurisht e përshaj që do merja komente dhe mesazhe, po jo ai shumë madje sot në mëngjesin shkruaj ta partnerit tim dhe thash, pas kemi qenë kot për çik beb. Pas kemi qenë kot, ja ku janë njerëzit edhe që të duan edhe sigurisht i falenderoj shumë edhe publikisht me që e ka mundësinë. Perfekte, do të ndalim pak më vonë, siç thamë edhe tek Gjinia Bebi, do të bëjmë një gender reveal këtu në program. Ndërkohë, do të prezantoj më një herë, edhe pse i pat se cilat janë të ftuarat tona, ju e njihni mirë, Edlira Reovica është me ne sot, faleminderit shumë, mam 4 çunash. Faleminderit ju për ftesën. Dhe Patricia Çekrezi, faleminderit, mam 4 çunash gjithashtu. Faleminderit. Bravo, ju qoftë heroinat vërteta. Po do themi një detaj, Patricia ka binjak, do me thënë ka 3 bara. Katër çuna ngel. Po, edhe ajo e binjakëve është dyfish, strapacimi shtatzanis, kështu që rikuperoj. Edhe Para pak, 4 me 4.
Katerina mos fol me dy, unë jo. Po një detajin tjetër që jemi të dyja nga Berati. Po pra, të dyja nga Berati, të dyja me 4 çuna. Berati duhet të Do ketë ketë diçka aty Si ke sekretin, tregoje. Ku qëndron? Unë besoj se ka qenë dëshira për një gocë. Zakonisht, kur ka 4 çuna, Pas të dytit fillon dëshira, që të bëjmë një gocë, të bëjmë një gocë. Edhe shkuat. Ti pritet edhe paka se po e provoj dhe njërë të i 4 thua s'ka shansë se 4 bara do regulohet situata, del prap djale dhe ja ku jemi. Familja plot me çuna. Ju tregojmë pas pak më tepër. Qëndroni me ne publicitet. Jemi rikthyer, siç po ju tregoja në fakt edhe gjatë kohës që isha me zonjën Vjollca në kuzhinë, është interesante shumë kur shikon kreativitetin e prindërve, qoftë baballar, qoftë nëna, të cilët bëjnë një lloj ndarjeje në rrjetet sociale se si është të rrisësh vajza e si është të rrisësh djem. Kur sheh videot e vajzave janë shumë të bukura, me kapse flokësh, me kukulla, me gjëra make-upesh, fëmijësh sigurisht, ndërsa tek djemt shikon topa që hidhen, prindër që goditen, mama të cilat nuk di ku janë. Është kështu të qenit mama djemsh? Po, është edhe më keq se ka do thoja unë. Na ndodh shpesh që kur shohim miq të afërm që kanë vajza, i xhelozojmë me atë ëmbëlsinë, qetësinë, po, ledhat që t'japin vajzat. Çunat janë shumë të rëmujshëm, janë shumë të vështirë për t'i bindur dhe kanë këtë që zihen vazhdimisht me njëri tjetrin. Po dashurinë ta japin patjetër. Dhe dashurinë patjetër. Sa herë të thon mami të dua. Mua ma thon personalisht dhe them luma ato vajza që do ju marrin ju për burra, sepse e thon aq shumë sa s'kam, të kam zemër të kuqe, thot ai vogli im 4 vjeç. Të dua, o ma, të dua. Do me thënë çdo gjë e kanë të lidhur me mamin, edhe besoj që çunat për mamat janë më të lidhur, janë më të dashur, e shprehin dashurinë, ndërkohë dëgjoj nga ato prindër që kanë vajza që thonë janë të lidhur me baballarët. Ndërkohë çunat i kemi për vete. Po, kështu është njësoj edhe për të madhin, se djali vogël e thot zemër e kuqe dhe të dua. E ka pastan edhe i madhi dhe i themu kush ma mori, kam pasur një djali, themu, po kush ma mori dhe më solli një burr. Edhe zari i ka ndryshuar, po edhe mënyra e ledhatimit edhe interesit që ka është më i tërhequr. Dhe kujt ja thot tani që të kam zemër të kuqe dhe të dua? Tani shpresojmë t'ja thot një njeriu që ta meritoj këtë zemrën e kuqe, kupton të jetë afër mamit. Kam pasur një kolegun tim, dhe do t'ju them diçka në lidhje me këtë, një kolegu im tani nuk jeton më. E pyeste djalin edhe i thoshte Raeli, ke gjetur një vajzë për vete? Duhet ke qenë Raeli, duhet ke qenë po themi 14-15 vjeç. Dhe i thoshte jo, dëgjoj, listen my friend, i thoshte, se ishte grek edhe i fliste anglisht me Raeli. You will never find a girl like your mother, don't try, it's impossible. Do me thanë, nuk do gjesh as një grua tjetër që të jetë shembulli mamit tënd, është e pamundur. Edhe Raeli më thoshte, mua pasi takonte, po që thot ky sikur s'ka vajza, vajza ka plot. Vajza ka plot, është po vajza që të jenë si mami, edhe qesha i qesh, unë qesh i bëjmë qefin vete, se kupton? Se dhe pas ta vitesh ndryshon historia. Shoqja Raelit aty. E këtë e mendojmë edhe ne që i kemi akoma, unë i kam pa bërë 2 vjeç ai vogli, edhe kur e mendoj ndonjëherë, ua, them, do zër shoqe kë, ka që i vogël, do më lënë mua dhe do shkojnë të tjerat. Do jetë kështu, si është për ne mama, nuk do kemi më këtë vëmendje që kemi sot, se normalisht ndryshon jeta dhe rolet e vëmendjen do ta kemi, po dhe që ta pranojmë që është një fakt normal, natyral që të dashur. Por vendin ton nuk do ta zëri. Ja tregova një ditë Katerinës pikërisht për këtë, ishte një mamë çunash në Instagram që thoshte, ishte 1 vjeç që kishte ndërkohë djalin edhe thoshte, duke u menduar dhe mërzitur se ishte vit i ri, që ne do jemi vetëm në shtëpinë tonë, sepse ata do ikin nga shtëpia e... Do shkojnë në shtëpinë e tyre. Do shkojnë në shtëpia e prindërve të nuses. Për të festuar. Se ne jemi ana e babit, thoshte. Edhe nuk shkon njëri. Po datën 1. Datën 1 vite mama. Kanë ato të mirat dhe të këqijat e veta. Unë do thosha mua shpesh më ngushëllon buri me faktin duke qenë se ne ndryshe nga Edlira që ka dash të kishte, ka planifikuar për të pasur 4 fëmijë, ne kemi pasur dëshirën për një gocë.
dhe më ngushëllon me faktin që ti je privilegjuar se je princesha e vetme dhe këta do kujdesen gjithkohës, ne vetëm ty të kemi, por ndoshta derisa ata gjejnë princeshat e tyre. Po në fakt për aq kohë sa jeni kështu të gjithë së bashku, ka një vëmendje të shtuar, po themi, për mamin nga të gjithë bashkë, dhe besoj dhe babai luan një rol të rëndësishëm për ti edukuar në këtë aspekt. Dhe në atë qasje në kujdesit dhe pse që të ndihmojnë, se të mbash katër çuna është mundim. Ti pret gjithkohës që të kesh pak atë soft, qoftë kur ikën me pushime apo kur del, por jo, ata nuk e kanë atë kujdesin dhe ti ndonjëherë lodhesh dhe më shumë që do t'i tregosh që shiko se mund ta bëjmë kështu, duhet ta bëjmë kështu, por që është impenjativ, është shumë impenjative. Po mirë, pushimet ti nuk i ke lënë mangët, po themi, për veten tënde. Asnjë gjë s'kemi lënë mangut, në ç'kemi lënë mangut. Pushimet unë i kam lënë, me thënë drejtën. Ti vazhdo, bëj të tjerë, edhe po bëret çuna s'ka gjë, asnjë gjë nuk lën. Njeriu balancon dhe gjen balancën. Po, dhe gjen atë rrugën e mesme se si ta shijoj jetën edhe me 4 fëmijë. Është individuale, mundësit, puna, gjërat që ke këtu, kjo është individuale dhe unë nuk bëj dot pushime gjata se programoj me sallat, i kam gjërat e programuara. Por në atë timen patjetër dhe unë bëjmë pushime. Patricia është pak më e lirë edhe i kushton më shumë kohë atyre pushime. Kam në sensin e guximit për të udhëtuar me fëmijë, se unë për shembull nuk udhtoj dot larg. Tani, mendoj se duhet të mësohesh me këtë gjë dhe ta bësh. Është e vështirë për çfarë nuk merr avion? Jo, mendoj që do të muret bebi. Po pra, i krijon fobira vetë, pse njeriu përshtatet kudo që ti jetë, ti do përshtatesh në hotel, do përshtatesh me ushqimin që është atje, me mëngjesin e hotelit, dhe pse mund të mungojë ndonjë gjë që fëmijët nuk e han. Po patjetër, po dhe do lëvizësh, kjo nuk do të privoj të qenët nën të privoj ty nga jeta. Absolutisht. Ti punon, ti je mami, ti je grua, ti je vajzë që shko me pushime, po edhe njerë do t'i lësh tek prindrit edhe do kujtosh shkon, kur ishit të rinj, po patjetër, të gjitha, i gjithë problemi është të gjesh atë balancën mes nevojave, përditshmërisë edhe detyrimeve ka fëmijëve. Ne po na shoqërohen të fotot. Unë do thoja këtë që unë vetë me binjakët kam qenë të kuptoj dhe të kuptoj shumë mirë ty se kam qenë shumë strikte, nuk mund të shkonim destinacionet e largëta, se thosha bobo, do së muren, po qa do hanë, po oraret, gjumi, ndërsa tani jam pak më chill, do më thënë që ti kryon atë eksperiencën, po dhe besimin që fëmijët janë okej, nuk do i mungoj asgjë, po dhe po së muren e iki me atë boksin me vete të farmacis, me antibiotikët, me çdo gjë, me takipirinat, me nurofen me vete, që qa do të ndodhi, do i kaloj, e merr pak më lehtë. Kur mendon një njeri që s'është mjek kështu, mendo tani. Unë që duhet të bëj? Pa tjetër që s'është problem. Një temperaturë do menaxhohet, pa tjetër do ta menaxhohet. Po ne kemi më të lehtë, po pa tjetër. E kemi më të lehtë se kemi atë eksperiencën e punës. Po së fundmi, për shembull, kur mu smuren me viroz të 4 fëmijët. E kupton? Edhe më merr në telefon. Doktoresha çfarë po bën? Jam te pavioni pediatrisë, urgjenca pediatrisi, thoshe, në shtëpi ndërkohë, sepse kam 4 fëmijë me temperaturë. Është plot, ka fëmijë me temperaturë. Nuk ka më shtretër. Do mbyll pavionin dhe do vi në punë. Duhet të jetë 4 fëmijë në këtë rast, të gjithë sëmurë me temperaturë, po s'është fundi botës. Temperatura është një gjë fiziologjike, menaxhohet. E rëndësishme është mos të bësh stres edhe të ta mbledhësh situatën në favorin tënd. Ajo temperatura do kaloj, nëse ti bën ato shërbimet e domosdoshme, takipirinën, brufenin, ushqimin, lançet e gjitha. Më duket sigurisht nga ato hajt çosë s'ke gjë tani. Ik dinë në shkollë. Jo, është. Shiko, djali im i tretë thotë kështu. Unë dua të bëhem kirurg. Është nice ta kesh mamin kirurge, të bëhem si mami, por është shumë keq të kesh mamin ta kesh mjeke. Pse, Tomi? Sepse nuk mund të gënjesh asnjëherë për mos vajtur në shkollë. Do me thënë se kaloj nga filtri, e kupton? Kështu se më dhëm pak këtu, më dhëm këtu, ku të dhëm, i them unë këtu, nuk ka asnjë gjë, je shumë mirë, mund t'i ikësh. Edhe Tomi mund t'i ikë, por nuk është në atë shkallën që mund të mashtroj një mamë, e kupton si jo. Mami doktoresha. Ne po shohim edhe fotografitë ndërkohë, më falni Regjeta, të shohim edhe një herë disa prej tyre për t'i komentuar. Kur i shikon këtë fotografi doktoresha si ndihesh? 3, 4, 5 burra dhe mami aty në mes, edhe po më bëni mua një dhurat për, besoj po, foto dhurate, e të gjitha i vogli e shikoni që është më i angazhuarit e gjëra, se të është tërkoj i madhi kështu si me në fregis, të kupton atë botën e vetë.
fytyrës. Po. Si ndihesh kur shikon këtë familje të madhe Ja, në për shumë kur fotografi? shoh të ngort fare në vend, ky është i vogli, ky është ajani, ky është dashuria, unë nuk e di si do ria pa bërë dhe këta. Ky është, nuk e di qa është, si ai majmun i vogël që është aty, ashtu është dhe ai, është bekim, ta fali Zoti, nuk e di qa ka, do më thënë, ka një gjë që më ka kthyer brapa, më ka rinuar. Me ata nga adoleshenti deri te ky tani, ky është duke marrë bekimi. parasysh Ky diferencën. është zemra e kuqe, të kam zemër të kuqe, më thot mua. Sa Kam është zemër djali të i kuqe. madh në moshë dhe njerë? Bën 16. Ndërsa i vogli është 4. Ka bërë 4. Ky është Tomi me Ajan, ja lojrat e këtyre të preferuara. E kupton, së prapsi, si majmuna. Me Po, cirku. ky është Tomi si boqelli me syze, është bisha i them unë, është i paparë. Ndryshojnë temperamentet e Të katërt ndryshe, asnjë nuk është njësoj si tjetri. Dhe të katërt janë me karaktere dhe edhe fizionominë e kanë ndryshe, të katërt të ndryshe. Do me thënë, një domosdoshmërisht duhet të janë vlezë dhe ngjajnë. Po, janë në plazh, për shembull, bojrat për të ngjyrosur gurët, kemi ngjyrosur ajanin, e kemi si lodër të voglin, e ngjyrosin, e bëjnë, e shtajnë, e lajnë, ato të voglit. Po, e nesi. I vogli do me thënë është ai qershia që i duhe i shtëpisë, se luajnë edhe 3 vlezrit me të. Luajnë e kanë si lodër, e kanë vetëm për argëtim, se pastaj kur i thua të lutemi ndihmon pak ajanin të bëj diçka, ky është i madhi me zor bën foto, nuk do foto, Ndryshimi, po, që pësojnë. nuk duan foto, nuk do, nuk Se mos thot diçka pse më nxorën në televizor. Jo, nuk inshallah është shkollë se di do ta dëgjoj, do t'i them deri përsëritja, po. Do t'i them Raeli që dalë televizionit. Nëse po s'po del për ke. Po këtu jam me babin, po. Dhe babi, po. I lumtur që ka 4 çuna. Por e donte një gocë babi? Babi nuk është, jo, nuk ka qenë i fiksuar asnjëherë për gocë. Do me thonë, as ti doktoresh apo jo? Unë doja një gocë, duke filluar nga i treti dhe në vazhdim, sikur ma donte qefi një gocë, po pastaj gjithmonë ka menduar dhe vazhdoj të mendoj që Zoti të jep ato gjërat që ti mund të bësh dhe mund t'i menaxhosh. Ti jep 4 fëmijë sepse mund ta bësh, ti jep djem sepse ti mund të rrisësh djem dhe mund të përshtatesh me fizionomi, me gjithë psikologjinë e gjasë të djemve, sepse besoj që një mamë vajzës është tjetër gjë, dhe patjetër duke na njohur në karakter, na jep ato pesha që mund të mbajnë. Edhe për sa kohë ka vendosur që ti je mami 4 çunave, të shëndetshëm, kaq është mëse mjaftueshme. Patricia, po thonim edhe pak më herët dëshirën për të patur një vajzë dhe normalisht ardhja edhe të voglit të shtëpisë për të ndalur pak të moshat. Binjakët janë? Binjakët janë sa po bën 6, Georgi është 4 vjeç dhe i vogli është 1 gjys. Kemi qështë të atë bashkë të njëjtën kohë të dy jam. Po, me djalin e vogël pra pas me afër. Po. Ka qenë janë afër me mosh. Kështu që deri diku ata ndoshta tani edhe merren vesh me njëri tjetrin. Jo, faktikisht ata edhe binjakët që janë identik, që janë të njëjtës vezë, janë totalisht temperamente të ndryshëm nga njëri tjetri dhe janë gjithë kohës kush të marri më shumë vëmendje, kush të duket që po bën më shumë se tjetri, sepse janë shumë afër në moshë dhe normalisht kanë këtë tendencën për të qenë i pari, kush do marri atë flamurin që e bëra unë. Por është ndoshta unë këtë po flisnim dhe me doktoreshën më përpara në studio që unë ngushëllohem me faktin që do rriten dhe do jenë më të menaxhueshëm, por e të lira thot jo. Do ketë probleme të tjera. Të tjera, e vërtet. Në larmi, mendimesh edhe angazhimesh. Adrenalinë vërtet. Patjetër, gjithkohë. Në një moment të sangri usëmur me temperaturë kopshi, shkolla, mësoj, pastaj kemi provimet e lirimit, pastaj kemi provimet për në maturës. Për në fakultet, pastaj kemi problemet e adoleshencës, doli me këtë doli, me kë u shoqërua, si është, psikologjinë si e ka, pse ka humorin e mërzitur, se do shqetësohesh edhe për këto, pse po ri gjatë në dhomë edhe. Qa ka që s'po del. Do me thënë, kanë të gjitha, kanë ato të tyre. Po tani ti doktoresha je një kohësisht me këto, po themi ekstreme, nëse mund ta themi kështu për shkak të diferencës,
djali është ekstreme, unë i kam kaluar, po them kështu, abetaren po e bëj, njëre kam bërë për vete, edhe 4 herë me këta, me të fundit po e bëj ere 5 tashti, do më thënë që po e bëj. Do më thënë, abetarja është bërë kështu ato... Po mirë, ke ndryshuar abetaren e djalit të parë me të 4-ti? Po pa tjetër që e ka marrë më letë. Tani e ke dorëzuar. E ka marrë më letë. E ka marrë më letë se të bëjnë e thana që ta marrësh më letë. E kupton më me qëtësi. Më pak si mund ta marrësh më letë. Se unë jam në fazën e djalit të parë dhe unë jam shumë strikte që ti çdo shkruaj mirë dhe e fshi me grisim letrën e bëjmë nga fillimi. Ju keni kuptuar që në fakt nuk është aq e rëndësishme për të bërë shkrimin me numrin e fëmijëve 1, me kalimin e viteve 2, me profesionin që kam 3, kam kuptuar që idealizmi nuk ekziston. Nuk ka gjëra ideale, perfekte, 4x4. Njeriu përshtatet në atë imperfeksionin e vetë. Edhe përsa kohë fëmia është i lumtur, edhe është i qetë, edhe të se e bëri bishtin e as pak më të shkurtër, kjo nuk të prish as një punë. Të ka ndikuar ty bishti as, apo forma e shkrimit e përga jeta jote në vazhdimsi? Jo. Të shikon ca prioritete, e rëndësishme për ata është, e para të jenë të shëndetshëm, e dyta të kuptojnë logjikën për qa po e bëjnë këtë gjënë, për qa po shkruajnë, për qa po mësojnë të shkruajnë, dhe për qa do i duhet gjua shqipe, edhe pa tjetër, pastaj një më lartë edhe një më poshtë, do ta rregullojmë rrugës. Edhe nuk gris më fleta fretore, nuk të sugjeroj të grisësh më fleta, mund t'i fshini me ato stilolapsat që fshie, disa herë, edhe pastaj do t'a kuptoj edhe vetë që, shiko, është mirë që t'a bëj, tani ka ardhur momenti, se ndonjëherë është edhe si shenjë revolta, ajo nuk e bën se ti i gris fleta. Të grisin e fletës nuk t'a sugjeroj këtë, është traumatike kjo gjëja për fëmijët. E vjen një pikë që kur përsëritet shpesh prishet letra me atë gomën, kam qa bëju? Mos e fshia, ish lërja ashtu dhe thuaj, unë do një shënoj dhe shënime në fund. Kjo është detyra e Tomit pasi nuk donte ta fshinte, për shembull. E kupton? Që dhe mësuesi ta kuptoj që ha sa rezistencë në fshirje me gomë, të lutem më kupto. Doktoresha, kirurge, po, shumë punë, domethënë në profesionin që keni, 4 fëmijë dhe të gjesh kohë edhe për të marrë, domethënë me fshirjen e shkrimit e gërmës A, si e menaxhon kohën dhe a ka pak kohë për veten kur je mamë me 4 çunave? Dëgjoj. Pas një nëne me shumë fëmijë, ka gjithmonë o gjyshe që janë brapa, mami, vjera, ka shumë njerëz që janë brapa, që në formën e tyre të ndihmojnë që ti të gjesh edhe atë kohën, pak kohë për vete. Po tani kanë ardhur kohë dhe kushtet edhe për pak ndihmë ase për punët e shtëpisë, sepse nuk mund t'i bësh të gjitha, ne jemi superwoman, të vim nga punat, të fillojnë të bëjmë punët. Gatimin unë e kam pasion vete, bëj me qef, nuk më bezdis fare, bëj me knajsi, e dua, e bëj, nuk lodhem asnjëherë. Dhe pa tjetër që gjithmonë përsa kohë ti ke suportin nga mbrapa, se cili në atë formën e vetë, se dhe mami, kur të ndihmon që ti të arish të dalësh, të kesh një mundësi të dalësh një mbasdite dhe të mbaj çunat. Po i çojmë dhe te nana në Berat, te nana Minushja, do t'i çojmë dhe atje, do t'i mbaj nana. Një fundjavë. Do rregullohemi, shpërndajemi, ata janë fëmijë që përshtaten nga të gjitha anët. Nuk kanë probleme dhe s'kam pasur asnjëherë probleme. Jam te nana këtu, jam te nana atje. Beratin e kam bërë cop, më nuk e di. Shkojnë, ikin, vinë edhe jetojnë mes Beratit dhe Tiranës. Janë përshtatur, janë fëmijë që përshtaten edhe janë fëmijë që kur rriten me shumë njerëz, patjetër edhe kjo të lehtëson edhe ju lehtëson, vërtet. Një shkëputje të vogël publicitare, kthehemi pas pak për të marrë tani komentin e Patricias, si Adel duke marrë parasysh që janë shumë afër moshat, a ke patur kohë të flesh edhe të kujdesesh për veten gjithashtu pas pak. Mirë shumë, rikthehemi, tham pra jemi me 2 mama me 4 djem, si është i është mami djemsh veçanërisht të një numri që po themi e mbush shtëpin plot, por e bën edhe ato sfidat e përditshmërisë disi më dha se sa të kesh 1 apo 2 fëmijë. Patricia, 4 fëmijë të cilët janë pra 6, 4 edhe 1 vjeç grup moshat. Për ty, për të kujdesur ndoshta për veten, për të pushuar, për të relaksuar, si ka qenë kjo pjesë e menaxhimit?
Ka qenë shumë e vështirë në fillim kur unë kam lindur binjakët në 2020 ne na ka ndodhur karantina sapo jemi mbyllur. Dhe binjakët kanë lindur në shkurt, ne jemi mbyll në fund të marsit. Dhe për mua në shtëpi, nënë e re për herë të parë me binjakët lindën prematur, ishin shumë të vegjël. Bashkëshorti ka qenë ndihma më e madhe, do thoja në ato momente, dhe ishte si një sfidë që na bëri dhe më të fortë dhe na mësoi që po, ne mund t'ja dalim. Ajo zonja që na vinte për pastrim, unë mbyll, nuk na vinte më. Unë duhet vetë të hekurosja rrobat e bebave, të pastroja, ndërkohë për të gatuar, unë nuk dija si isha një mami e re. Bashkëshorti ishte ai që gatuante dhe me atë dëshirën e vet, domethënë insistonte gjithkohës që ne do t'ja dalim dhe realisht ja dolëm. Mua më kapi dhe ai paniku që bobo do sëmuren se Covidi, flitej gjithandej për Covidin, si do t'ja dalim, por mendoj që është eksperienca, sepse nga binjakët pastaj tek numri 3, është diçka shumë e thjeshtë dhe ti mëson ta shijosh jetën më shumë, sepse thua e merr më lehtë, thua e provova, po do sëmuren, po mirë, do sëmuren, do marrin, do mjekohen, do kaloj. Po konfliktet si rregullohen mes tyre kur fillojnë ato zënkat edhe ata me njëri tjetrin nuk rregullohen, përfundojnë tani të mëdhenj kanë filluar dhe zihen dhe me fjalë, përveç se me grushta dhe me shkulje flokësh, zihen me fjalë dhe ti duhet gjithkohës ti thuash stop, apo ti argumentosh, ti tregosh një mënyrë tjetër, ose një zgjidhje që ne kemi arrit tani dhe themi që kjo është ideale, ti mbajmë sa më shumë të impenjuar. Ata shkojnë pas shkolle në kurse, në binjakët, njëri shkon në boks, tjetri shkon në tenis, Gjorgji i pëlqen piano, ndërsa Grifi që është i vogël shkon në pishinë. Notin ja kam të gjithë të angazhuar. Janë të gjithë të angazhuar. Si ta argjojmë energji më shumë. Sepse është e pamundur nëse ata mërziten në shtëpi, ose do zihen me njëri tjetrin, ose do fillojnë të prishin, të shkatrojnë, të hedhin. Ka pasur dëme në shtëpi? Ne kemi arreduar shtëpinë me gjëra shumë bazike, me idenë që fëmijët janë të vegjël dhe unë nuk kam gjëra qelçi që mund të thyhen, sepse është e pamundur që ti mbash ata me kujdes, mos këtu, mos aty, por që jo. Nuk ka pas dëme, sepse dhe shtëpia ka qenë posaçërisht për fëmijë. Tani dhe ndonjë plazëm televizor kështu pa dashje me ato piu dhe mund të ketë ndonjëherë. Por që muret janë me shenja, sepse fëmijët me makina, me gishta. Kanë filluar në moshën që i pëlqen dhe të pikturojnë tani çunave dhe muret janë skandal. Janë vepërartë, si çdo shtëpi me fëmijë. Ja këta të klonuarit. Këta janë identik, binjakët janë identik, por që nuk janë të njëjtë, siç thash, sepse janë të një vezë, ata janë shumë ndryshe nga njëri tjetri. Sa bukur. Gingerhead. Doktoresha, ju shihni më shumë futboll tani? Ne, jo vetëm që shohim më shumë futboll, po ne njohim kalendarin e ndeshjeve, ne njohim kush u shit, kush u ble. Edhe ti do me thënë. Ua, po patjetër, unë im shoqësh me Interin, Kunati im është me Interin, Roani fantastiku është me Interin, djali motrës jam me Interin, ndërkohë çunat e mi Vjeri i ka bërë me Juventusin. Do me thënë, 3 çuna me Juventusin dhe një të vogël e kemi bërë me Interin që të barazoheshin, do me thënë, patjetër, shitje, blerje, lojtar, ndeshjet kur janë, jemi të abonuar në të po patjetër, ndeshjet ka, kush luan sot pët im shoqe Nesin, thot e Nesin ndeshjen, luan ky me këta, gjitha. Sikur të jetë një Inter Juventus, nuk e imagjinoj që mund bëhet doktor të shpia. Ishte Inter Juventus. Që humbi Juventus. Edhe unë që mami ti me këje, unë i them unë me këja jam, me këja. Nuk e doni të jetë. Me Juventusin, okej, të mërzitet Gledi me Inter, të mërzitet Gledi me Interin, okej, të mërzitet e baj anën e atyre. Futbollin e kemi kështu, e kemi pasion, patjetër, jemi kështu në atë fazën që çdo gjë me logjik. Natyrën sportive për shkak të komoditetit që të jep të qenët sportive, sepse patjetër edhe unë si femër që jam, edhe unë i dua takat, po profili që kam, është një çik kështu që unë duhet të breth gjithkohën, edhe patjetër që jam ashtu komod me ato gjërat, po që edhe unë
femër jam në fund të ditës, dhe pse bizotron testosteroni në familje, do më dali mjekra dhe pak i themu, ka që kanë gjerë, nuk e di estrogeni im, u bë pakica, ndërka testosteroni në maksimum. Patricia, ty të ndihmon shumë kjo jeta mes djemsh, po themi edhe të qenit të luash edhe ti me top, të luash dhe ti futboll me ata. Në port të kanë vëndo njerë ty në port? Çunat e mi janë të vegjël, janë akoma të vegjël dhe nuk e kanë këtë dëshirën akoma për topin, kanë këto dëshirat e tjera, lojrat që bën me njëri tjetrin, sepse është dhe një e mirë që ti nëse ke një fëmijë, do thoja, nëse ke një fëmijë, ti je impenjuar gjithkohës që të luash me ata. Por duke qenë se ata janë 4, ata luajnë me njëri tjetrin dhe rrallëherë të kërkojnë që hajde mami të luash me mua, nuk e kanë. Me babin po. Me babin e kanë më shumë që hajde se e din që ai do t'i shkoj pas fijes apo do luaj më shumë sipas natyrës që atyre i pëlqen. Po kur ti jenë të bëjnë dyshe në futboll, njëri të duhet e porta. E vërtet, dy mund të porta. Një mund atje të porta, do jenë gjyshi me britje. Ata janë të fasa e bicikletave, monopatinave. Kur e dëgjoj kështu nuk e mendoj do doktoreshen një mam goce. Mam goce s'ka shans, nuk do, do me thënë... Tani nuk e kam se përdojnë goce, tani është mbyllur si historia. Po pa tjetër që u mbyll historia, se 4-7 zanit pa tjetër që kanë efektin e tyre. Për shumë hernia diskale nuk më mundëson më një 7 zanit tjetër, qa pa tjetër. Kështu që tani e kemi mbyllur atë pjesën, pa tjetër inshallah do i bëjmë mbesa. Besoj që do kem mbesa. Sa duhet i bie biologjikisht? Po nuk ka një rregull ashtu sepse rregullat e biologjisë studiova unë shumë përpara se... Se që ka qenë në biologji me formulë? Po formulat e gjinia, shiko, ai që përcakton gjinin është mashkull, dhe pse akuzojnë femrën që kjo s'bën çuna. Dikush, është kjo s'bën çuna. Në fakt, ne vetëm kromozomet X kemi në dispozicion dhe vetëm ato mund t'i japim. Kthe rrotullon njërë një X e njërë një X, e kupton? Ai që përcakton gjinin është mashkulli, X-i dhe Y-i, varet cilin do japi. Kur të thonë si s'bëre një gocë, se besoj ta thonë. Se bëri një gocë, unë gati isha me X-et e mia ta bëja një gocë, po nuk të shkoj në drejtim tjetër akuza. Jo, unë isha me 2 X-e, po të më jepje një X, mos ta kursej, unë ta kisha bërë. Më duket se Patricia po e kërkon një X akoma, nuk e ka... Jo, dhe ne themit na i fali Zotit shunat, se fëmijët janë bekim, por është realisht shumë impenjative. Të pasurit 4 fëmijë, ata ka nevojë për kohë fizike dhe normalisht që është shumë e vështirë. Do kisha dëshirë që numri 4 t'ishte një gocë, por që jo, nuk besoj dhe kemi mbyll me numrin 4. Bukuri, unë uroj shumë që t'jenë me shëndet, kjo është me rëndësishmja, familja është plot edhe ka shumë dashuri absolutisht, edhe mua më bëhet shumë shpesh kjo pyetja. Kur do bësh vajzën e këto, është një pyetje si duket që bëhet nga gjithë kur ke gjinin e njëjtë. Është më prishme edhe po kesh 2 vajza do thonë për djem. Është pak e vështirë pas 2 çunave dhe unë kështu, hajde dhe 2-3, po bëre 2 çuna gjasat, pastaj të bësh vajzë. Janë shumë të ulta. Gjithsesi mos e shpresën. Ti vazhdo provoje. Ato nevër se nevër s'ka mbaruar punë. Kisha mbaruar edhe unë me timen. Kisha mbaruar punë, sepse do bëja specializimin, do bëja... Shkova me 3 kalamaj, shkova për specializimin në Itali, e kupton, me 3 fëmijë. E kupton? Pa tjetër, me të 4-tin 5 ditë mbas lindjes, shkova u ktheva në sallë, kam operuar që 39... 5 ditë mbas i ke lindjes? Mbas lindjes, po, 5 ditë mbas lindjes, kam pompuar gjirin, ja kam lënë bebit, kam shkuar kisha sallë të programuar. Dhe në salla zjati më shumë se sa e kisha planifikuar unë. Ndërkohë që gjinët fryeshin, ndërpreva operacionin, nuk pompova, qumshin në bibiron me ambulancë kam nisur në shtëpi. Dhe kur më ka pyetur shoferi ambulancës, doktoresha qa ka këtu, se ishë në një zarf bibironi me qumësh, i kam thënë ka qumësh. Edhe qumësh ta nuk isha transportuar ndonjëherë, domethënë. Qumësh me sirena, të lutem me sirena që të vesh te shtëpia. Jo, urgjencë ka qenë në fakt. Me sirena. E kam marrë më me sportivitet atë. 5 ditë mbas lindjes, po patjetër, kështu. E është zakonshme.
Bravo, jo realisht ju komplimentoj dhe ju përgëzoj shumë për punën që bëni. Ke dhënë në këmbë 7 orë. Se është e jashtëzakonshme. Përgëzoj dhe familjarët dhe ata kanë një rol të rëndësishëm. Po, patjetër. Tani do bëjmë shpalljen e quizit, sepse është momenti që të realizojmë quizin e Komodita Home dhe pjesën e fundit do ta lëm për baby gender që të shohim do të kemi çun apo gocë në familjen e shije shtëpie. Shpallim quizin e Komodita Home. Tani besoj telefonatat janë gati, kështu që e pres më një herë. Alo, përshëndetje? Përshëndetje, si ja kaluat mirë? Mirë, faleminderit. Me kë flas? Me Florina nga Tirana, kisha qytet merra pjesë të quizit. Perfekt, fillojmë me një herë të luajmë dhe... Jam të quizit, po. Po, të quizit. Po, thjesht nuk ndrova unë vend për çështje të dekorit. Atëherë, si quhet libri i Orhan Pamuk që sapo bë serial? Pas. Cili shkrimtar shqiptar njihet si gjeniu i letrave? Ismail Kaderia? Bravo. Teorema e Pitagorës, cën katror baraz me? Hipotenuzën katror dhe katet katror. Që po tu kujtun këto fjalë, jo, nuk është kjo. Kush e këndon këngën Pranvera me cën katror baraz an katror plus b në katror do ishte. Përgjigja pak më e thjeshtë. Në rregull, ka hipotenuzën katror është barabartë me shumën e 2 kateteve në katror. Është okay. Pse kështu? Po ishte shumë gjatë, po. Prap duhet kishe gjetur Muzeu i Pafajësisë edhe një tjetër. Të kërkoj falje, unë thjesht nuk mora vesh çamsesash që tha gjithë këto fjalë, por ndërkohë do ishte më e thjeshtë. Shkojmë një tjetër. Gërma, e mirë, më vonë pastaj. Më jasa më ka vletur. Jo, i vleti zonjës, se i mori pjesë në quiz. Po pse unë kam qenë ekselente, po nuk mbaj mend, si s'm kupton njëri që unë nuk mbaj mend asgjë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, emrin të lutem. Eda nga Tirana. Eda, luaj me një herë. Kush e këndon këngën Pranvera me një lule nuk vjen? Pas. Si quhet i vogli i lopës? Viç. Vazhdo fjalën e urtë. Kush s'ka kokë ka? Këmbë. Cili është kryeqyteti i Portugalisë? Lisbona. Gruaja e Barack Obamas? Michelle Obama. Në rregull. Përgjigjet janë 4 të sakta, të lutem, do më ndihmosh pak të tregoj pak Tiganin që është aty. Është dhurata që ka marrë në këtë rast Eda, ishte vajza? Që të mos e ngatroj. Është Tigani Komodita Home, sepse për shkak të bisedës nuk lëviza. Është një variant që sigurisht gjeni te Komodita Home, këtë e merr për krepa të shijshme Eda, ndërkohë ju mund t'i gjeni në dyqane. Absolutisht shumë dyqanet Komodita Home janë në dispozicion për të bërë blerje të mrekullueshme në super ofertë, në çmime shumë të mira. Do të shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak për Baby Gender Reveal. Të shohim Baby i Agidës, çfarë është çuna apo gotë? Jemi të gjithë këtu, të gjithë në këmbë për të bërë Baby Gender Reveal. Të shohim se çfarë ka te barku i Agidës, një çuna apo një gotë? Rrotullo pak ashtu. Tani, do bëni votim se çfarë mendoni se është? Doktoresha ti bëri një analizë në formën. Unë besoj nga forma e barkut, nga dëshirat e mia është djalë. Në dëshirat e doktoreçës. Nga eksperienca ime, nga barku kështu si top i vogël, mendoj që është djalë. Do thuash ndonjë... Unë du goca. Zoja Vjolca, po këtash. Jesë bukuruar që kështë që dëshërojnë për djalë. Duket se... Një djalë mendoj dhe unë. Do jetë shumë interesante kjo dëshira e zonjës Vjolca që është si në rastin tim ban mend dua një vajzë. Dua një vajzë. Unë në fakt a shohim plotësohet apo jo? Unë kam çuar një foto të Ekos të grupit dhe këto mendjet e zgjuara ka nuhatur diçka, po kam lënë kështu. Po pse me unë jam e pasgjuar kur erdhët më parë? Kur erdhët të më parë, çfarë thash? Nuk e ti që janë vjellta më analizove mua. Dhe thash, dyshoj që ke djalë. Zonjës Vjolca kam thënë datë 25. Po me zemër në goca, unë po e lusa atë që bëjnë e gocë. Po, prandaj që është atëherë. Jemi gati? Pa. Jemi gati? Numëroj? Pa, apo 3-2-1. Ta bëjmë me 3-2-1 se mos çfarë. 3, 2, 1. Baby është? Jepi Agida! Mama Tuna!
Vjoca nuk kam që bëj. Mirë se erdhe tamam në grupin e mamave me çuna. Tani qa keni topa, makina që si Mirë pres. Si ndihesh autore që i shtove në familje shumë çuna u shtuam? I rrita goca, ti bëra I fejove, i martove, i bëre mama. Me dy çuna, me çun. Jam e lumtur. Jemi kështu staf çunash. Jemi vërtet është një rrugtim i gjatë që e kemi bërë me Entelën gjithë këto vite dhe kjo ishte gjëja e bukur që ne gjithmonë e themi edhe jashtë kamerave. Ja theme shaka, hëmi Entel, ja një rafe ju tjetra martua, tjetri bëj. U bën shtëpi e madhe. Me bereqet. Me Entelën edhe me Arbën, me një për kolegeve, kemi vite që jemi gati 10 vjetë që kur kam nisur unë punë për herë të parë edhe përveç se më jep mua një partnerin tim që përpara se ne të ishim bashkë, kështu që gjitha kjo është tamam kështu rritje u tani. Ta dash gocën? Ç'a ke? Se më thoni vetëm mua që qaj, ja. Se unë du gocë, nuk du që të mbejtë kështu. Mua më vali. Jo, të vazhdon të insistoj. Po të bëjë dhe i gocë për atë. Vazhdoj të mos qaj edhe... Nuk di Kjo ishte një shpite. shenjë që tjetri është djalë. Që është prapë qënë. Ja pra që. Nuk ka shumë Pra që nuk kam që të bëj. Ju falenderojmë shumë të gjithë. Doa të falenderoj veçanërisht eventet Deas, ata të cilët u kujdesën për të bërë dekorin e bukur edhe për të përcjellë këtë moment me shumë emocione këtu në Shi e Shtëpie. Faleminderit shumë për këtë dekor fantastik dhe uroj të jesh ndjerë sa më mirë. Po, shumë jam kënaqur, shumë më falni që nuk qajto. Nuk do. Me beba qoftë. Shumurime. Dhe të gjitha mamat që mund t'jenë në pritje të ëmbël t'i urojmë, si thua, se do kesh plot shoqe tani që mund t'jenë në pritje të ëmbël. Ju urojmë më të mirat. Për qafime, faleminderit që na ndoqët. Takohemi nesër.